Vetëm pak ditë para mbylljes së vitit, skena u ndes sërish. Producenti Petri Bozo prezantoi kalendarin më të ri Miss Shqipëria 2026, një event që solli ritëm, shkëlqim dhe emocion që në sekondën e parë. Në ndritat e forta të studios dhe atmosferën e ngrohtë festive, vajzat më të bukura të Shqipërisë rikthyen magjinë e pasarelës, duke e shndërruar mbrëmjen në një show plot elegancë dhe energji. Të shëndetshme e plot klas, 11 vajzat më të bukura të Shqipërisë ndanë mes tyre emocionet e mbrëmjes. Pas 5 muajve emocione e adrenalin që nga rëmbimi i kurorave përkatëse, vajzat shqiptare magnitën publikun ku skenën e prezantimit të kalendarit më të ri e kthyen dhe një herë në pasarel bukurie. E kurorzuar si më e bukura e Shqipërisë, Valentina Gekprifti e sheh të kurorë si një mundësi për të vazhduar akoma më gjatë karrierën e modelingut, pjesëmarrje në eventet të tjera bukurie dhe përfaqësimin e Shqipërisë në kompeticione të tjera akoma më të mëdha. Për mua ky vit ka qenë shumë i bukur dhe shumë e veçantë sepse kam fituar Miss Shqipërinë edhe tani para një muaj fitova dhe shoqëruese e parë Miss Globit dhe ka qenë shumë vit i bukur për mua. Të them të drejtën që kun kam qenë e vogël më ka pëlqyer shumë të bëja pasarela, të isha modele dhe ja ku jam. Kam lindur dhe kam jetuar gjithmonë jashtë shtetit edhe prapun Miss Shqipërinë kam në zemrën time sepse me familjen time jam rritur ta dua Shqipërinë edhe jemi rritur me traditën shqiptare. Do dëshiroja shumë të marr prap një pjesë në një kompeticion më të madh, por do shifet. Ishte shumë fun experience, por ja dolëm mirë. Kisha pak frikë të them të drejtën, po ja dolëm shumë mirë, u kënaqëm të gjitha vajzat, bërëm fotografit dhe ja dolëm super. Bravo. Zeze, shumë faleminderit. E kurorzuar në Kalan e Palermos, Miss Shqipëria 2022. Dritë Aziri këtë vit ishte një mbështetje për secilën nga vajzat. Bukuroshja nga fushkruja që këtë vit pati dhe sfidën e moderimit të Miss Shqipëria 2025 kujton me nostalgji kohën e saj të kurorzimit. Është një eksperiencë shumë e bukur që të rikthehem çdo vit edhe të shoh vajza të reja që përjetojnë të njëjtat emocione që kam përjetuar unë edhe vajzat e vitit tim. Unë këtë vit prezantova Miss Shqipërinë përsëri dhe ishte një gjë shumë e bukur. Gjithmonë duket sikur ngjitem në skenë për herë të parë, edhe dhe Miss Globe, e më pas në Azi ku përveç se ndoqa Missërsin, edhe suportuam përfaqësueset tona që në eventet ndërkombëtare. Kështu ja që një vit shumë i bukur, plot gjëra të bukura dhe po mbyllim po aq bukur me kalendarin e Miss Shqipërisë. Unë e nisa si modele dhe më pas Miss Shqipëria më ndihmoi që të ngjitesha në skenë edhe si prezantuese dhe synoj që të vazhdoj kështu edhe për disa kohë sepse e shijoj, më pëlqen, e bëj me qef edhe mendoj diçka që e bën me qef dhe ta quash punë është diçka shumë e bukur. Kështu që preferoj edhe shpresoj që të vazhdoj kështu edhe për pak kohë. Normalisht që kam dëshira dhe gjëra të reja që dua të provoj, po gjithçka ka kohën e saj. Kur ke pozuar për kalendarin ju, tematika cila ka qenë, se këtë vit duket shumë ndryshe dhe shumë e veçantë. Petri gjithmonë sjell tematika të veçanta dhe ndryshe nga njëra tjetra. Ne kemi qenë në Qeparo, ka qenë dhe vendi ku unë jam kurorzuar në Kalan e Porto Palermos, në Qeparo edhe kanë qenë veshjet shumë interesante. Ka qenë një moment shumë i bukur, mua më kujtohen çdo moment, i kam edhe me video dhe me foto, i ruaj. Po është gjithmonë bukur dhe interesante të shohësh idetë dhe krijimtaritë e reja që Petri sjell, jo vetëm te kalendari, po të gjitha gjërat që bën përgjatë vitit. Urimi vit për gjithë shqiptarët. Shpresoj që të kenë një vit të mbar, plot bekime dhe plot gëzime, edhe ju uroj festat. Faleminderit. Miss Shqipëria është më shumë se një garë bukurie, është një udhëtim që pasqyron shpirtin, kulturën dhe pasurinë e vendit tonë. Nga brigjet e kristalta të jugut, në malet madhështore të veriut, nga qytetet historike, e thesaret natyrore që presin të zbulohen, Miss Shqipëria vazhdon të jetë një promotore e bukurive të vendit. Për 27 vitesh, ky kalendar promovon kulturën, turizmin dhe artin përmes me të bukurave të vitit që lan pas. Ama ndryshe nga çdo vit tjetër, përveç bukurisë verbuese të vajzave, protagoniste kanë qenë dhe gomaricat. Po pse në kopertinë një gomar? Jemi mësuar të shohim gjithmonë peizazhe të Shqipërisë, ama këtë vit jo vetëm. Gomar. Jo vetëm.
Miss Shqipëria që në 2003 kur filloi historikun e vet si kalendar dhe nuk ka ndaluar as si vit, është bërë tashmë një tradicion shumë i bukur i Deliartit, është mbyllja e gjitha eventeve vjetore që ne bëjmë. Unë i them qershia mbitor se është një event që për ne quhet mikro, nga që nuk ka shumë personazhe, janë vetëm 10 vajza, një fotograf, një make-up, një grimior etj, po kur bën evente nga 120-130 veta prandaj duket jo si qershia mbitor. Po shumë i bukur se unë kam pas pasion të jashtëzakonshëm fotografinë, që në moshën 5 vjeçare kam pasur një aparat dorë fal punës së Timeti në kino studio, kështu që kemi gjetur gjithmonë një binom. Domethënë modelin e kemi vendosur me një leitmotiv mbrapa. Okej, këtë vit mendoj që Gomari do të ketë polemikat shumëta si zgjidhje, po unë vazhdoj të theksoj faktin që Miss Shqipëria si event edhe në mënyrë specifike kalendari është një promovim gjigant i gjithçkaje që zgjedh si binomin e vet. Në rastin konkret Gomari mund të quhet një kaos shumë interesante të mbrojtjes kafshëve. Nëse kemi vënë re para pak kohësh kemi dëgjuar kronika të zeza që dikush vriste kuajt në pyll në njërën e tjetrën, kështu që dashuria që të fal çdo lloj kafshë, në mënyrë specifike Gomari kam qenë i manitur nga zgjuarësia e Gomarit, sepse edhe dashuria që të fal. Me njëherë krijon një relacion shumë fantastik me gocat gjatë setit fotografik, sidomos kriçat e vegjël, që janë një dashuri e pakufishme, se janë shumë të sinqertë. Sidomos kriçi më pëlqen jashtëpanse shumë. Theksoj edhe faktin që Gomari si kafshë është një kafshë shumë e zgjuar. Lexohet statistikat jashtëzakonshme në lidhje me zgjuarsinë e Gomarit. Për shembull, gjatë luftës së dytë botërore me mijëra ushtarë anglezë dhe amerikanë kanë shpëtuar pa u vrarë në fushat e minuara nga ushtria naziste gjermane, vetëm duke pasur një udhërfys Gomarin. Për të mos përmendur pastaj faktin që në Shqipëri deri në fund viteve 50, Gomari ishte kafsha kryesore e transportit. S'kishte makina, kështu që gjithë punët bëshin me gomer. Pra ka shërbyer shumë me shkreta kafsh, pavarësisht se kur ne duam të shajmë njëri themi Gomar, po unë në rastin që mas ti kalendari, kushdo që të më thot Gomar do them faleminderit se më ke bërë më të zgjuar se ç'kam qenë. Po vajza si e pritën? Shumica prej tyre janë rritur jashtë të Shqipërisë dhe të ndeshësh me një kafshë që nuk të rastis për ta parë shpesh. Jo, nëse unë ka ndodhur një fenomen tjetër dikur në aktivitetet e Miss Globit në 2012, mos gaboj, që e hypa gjithë delegacione e Miss Globit mbi Gomer se donim të shkonin te shpella e Pllumasit në zonën e Krapës, edhe s'kishte rrugë fare, kështu që për të mos i lodhur 50 minuta në ato shtigjet e vogla, u organizova me 3 kryetar komunash të asaj kohe dhe gjetëm një 40 ca Gomer. Ishte vërtet që disa prej tyre nuk e identifikonin dot si kafshë, nuk e kishin në vendet e tyre. Kurse jo, gocat shqiptare janë mësuar edhe me shprehinë e Gomarit, kështu që ndruan edhe ato konotacionin dhe konceptin mbi raportin e fjalës Gomar. Mes trokitje gotash e komplimentesh mes tyre, vajzat më të bukura të vitit po shijonin momentet mes njëra tjetrës. Po për spektaklin madhështor të Miss Shqipëria 2026, punimet kanë nisur që tani. Misi Arshëm është projektuar që sa më ron tjetri, po janë disa lokacione, sepse ne mbasi mbaruam gjithë shtektimin e kalave në 27 vjet. Kemi filluar që vitin që shkoi, filluam me një etapë të dytë të zhvillimit të eventet Miss Shqipërisë, që do jenë parqet kombëtare. Kështu që jemi duke vlerësuar disa oferta nga kryebashkiak të ndryshëm, të cilët në territorin e tyre kanë parqe kombëtare, për të arritur në konkluzionin final se kur dhe ku do të ndodhi Miss Shqipëria 2026, sigurisht do të ndodhi përpara fillimit kampionatit botëror, ose në datat kur nuk do të ketë ndeshje, pra kur mbarojnë ndeshjet e grupeve, për të mos bërë përplasje me pjesën e sportdashëve, të cilët duan të shohin edhe Missin edhe sportin, kështu që nuk duam t'i përzim të dyja. Miss Shqipëria nuk ndal këtu. Një urim për vitin që vjen nga zemra e vajzave që sot ndriçuan skenën dhe që nesër do të ndriçojnë botën.